mbrëma dhe mirë se vini në një tjetër edicion të emisionit Kohë Sociale. Tetori në të gjithë botën njihet si muaji roz, muaji ndërgjegjësimit për kancerin e ngjyrit, një periudhë ku kujtesa jon kolektive, shëndeti publik dhe dashuria për jetën marrin ngjyrën e sensibilizimit. Situatat tregojnë se kanceri i ngjyrit mbetet sëmundja më e shpesh tek gratë. Miliona raste të reja çdo vit diagnostikohen në botë, ndërsa në rajonin ton qindra gra diagnostikohen me kancerin e ngjyrit. Dhe për fat të keq shumë prej tyre në fazë të avancuar për shkak të mungesës së kontrolleve të rregullta. Çfarë duhet të dinë për parandalimin, diagnostikimin në kohë dhe trajtimin e suksesshëm? Për të trajtuar këtë temë me rëndësi jetike, sot kam kënaqësinë të kem në studio doktoresh Vjollca Skënderi Neziri, mjeke onkologe, një prej profesionistëve që çdo ditë përballet me sfidën më të madhe, atë të luftës për jetën. Mirë se erdhët doktoresh. Faleminderit për ftesën. Tetori njihet si muaji roz. Sa ndikim real ka ky muaj në ndërgjegjësimin e grave në vendin tonë? Si që the dhe më herët, tetori roz është muaji për ndërgjegjësimin e grave që të bëjnë shikimet preventive, të gjejnë sëmundje në kohë në fazë të hershme. Dhe pikërisht emisionet si ky juaj, panelet e ndryshme, marrëqimet e ndryshme, qëllimin e kanë që gratë të informohen për atë se kur këta duhet ta bëjnë mamografinë e parë, dhe kjo do jetë mosha 35 vjeçare, ta themi tani. Gjithashtu se duhet ta bëjnë ehon e gjirit, duke filluar që nga mosha 35 vjeçare. Duhet të fillojnë me vetë kontrollin e gjirit në ditën e 3 deri në ditën e 5 të ciklit menstrual, me qëllim që sa më herët ta njohin trupin e tyre, ta gjejnë sëmundje në fazë kur ende nuk ka dhënë shenjë në gjë. Dhe kjo arrihet vetëm duke e ngritur vetëdijen e gruas. Çka është qëllimi? Qëllimi është t'i mësojmë gratë se sëmundja e kancerit të gjirit, në qoftë se gjendet në fazë kur ende nuk ka dhënë shenja, është 99% i shërueshëm. Prandaj, sa më tepër gra që vinë në shikime rutinare, bëjnë mamografi, bëjnë ehon e gjirit, aq më i madh do të jetë suksesi i mjekëve, qoftë ata janë kirurg, qoftë onkolog, që pacientët tanë t'i shërojmë 99%. Dhe këtu, mos harroj të them se mosha 35 vjeçare le të jetë ajo mosha në përgjithësi kur duhet të fillojnë mamografit. Kjo nuk vlen për gratë që kanë një rrezik të lartë për t'u paraqitur sëmundja e kancerit të gjirit, por për ato do të diskutojmë me siguri në pyetjen e vijim. Si paraqitet situata aktuale e diagnostifikimit të kancerit të gjirit në Maqedoninë e Veriut? A ka një rritje, një shtim rritje të grave me këtë diagnozë, apo është thjesht më shumë kontrolle dhe më shumë zbulime gjatë kontrolleve? Në vendin ton, numri i grave që për herë të parë diagnostikohen me kancer gjiri është në rritje, duke e ndjekur trendin botëror të rritjes së statistikave të grave që për herë të parë sëmuren nga kanceri i gjirit. Si vjet është një numër prej 1200 rasteve të reja që janë paraqitur me kancer gjiri. Nuk mund të them se kemi një rritje kështu rapide ose shumë të madhe në vendin tonë në krahasim me vendet e tjera. Ne thjesht ndjekim standardet botërore. Cilat janë shkaqet e zakonshme që ndikojnë në shfaqjen e kancerit të gjirit? Kanceri i gjirit është një sëmundje e cila vjen si pasojë i mishërimit të më shumë faktoreve. Disa prej këtyre faktoreve kanë të bëjnë me vetë organizmin, dhe disa të tjerë kanë të bëjnë me rrethin ku ne jetojmë, dhe faktorët të ndryshëm që na rrethojnë në vendin e punës, në vendin ku ne qarkullojmë. Prandaj janë ato dy grupe të mëdha që gjithmonë i përmend me qëllim që grave më mirë t'u fiksohen. Dhe në faktor të brendshëm, faktikisht janë të gjitha ato faktorët që kanë të bëjnë me trupin tonë. Gjenetika është këtu, mosha, menstruacioni i parë, menopauza, numri i lindjeve, lindja e parë. Të gjitha këto janë faktorë që ndikojnë mund ta determinojnë në një farë mënyre a mund të paraqitet kanceri te gruaja ose jo. Dhe në faktorët e jashtëm pastaj bën pjesë ndotje e ajrit, gjithashtu rrezatimet e ndryshme, stresi, pirje e duhanit, pastaj marrja e kontraceptivëve oral, bipesha, domethënë të gjithë faktorët të jashtëm dhe të brendshëm kur mishërohen pastaj
të gjitha prej tyre e bëjnë atë punën e tyre për të paraqitur ajo rritja jo normale e qelizave të kancerit që manifestohet pastaj si një gung në indin e gjirit. Çfarë nënkupton kapja në kohë? Në cilën fazë mund të themi se një pacient ka më shumë shpresa për shërim? Kapja në kohë e kancerit të gjirit është idealja do t'ishte, atëherë kur as pak nuk jep simptome. Do me thënë, ndryshimi detektohet në mamografi, se ka një hije e cila nuk është normale për indin e gjirit dhe pastaj nëpërmes të biopsionit, analiza patologjike na dëshmon se bëhet fjalë për karcinom, e njëjta trajtohet dhe gruaja është 99% e shëndosh. Gjithashtu, në kohë mund të quhet edhe stadi i parë i sëmundjes së kancerit të gjirit. Nga stadi i tretë e lartë është më stadi i avancuar dhe mundësia e të them trajtimit të sëmundjes me njëherë bie në stadin e 2 diku 75%, në stadin e 3 35%. Domethënë është një ndryshim drastik. Momenti kur një grua merr diagnozën kanceri i gjirit, si e përjeton ajo dhe a ka mbështetje nga ana psikologjike nga sistemi jon shëndetësor? Marrja e lajmit se një grua ka kancer gjithmonë është lidhur me aspektin psikologjik të secilit individ, secila grua nuk e përjeton një lloj atë, po ajo më varet shumë nga konstitucioni psikofizik i pacientit, por në përgjithësi të gjitha janë të zhgënjyera në fillim, dhe pastaj kemi prej atyre që e marrin shtruar dhe vazhdojnë fazat e tjera të trajtimit, dhe kemi të tjera të cilat kanë nevojë për një përkrahje më të madhe, qoftë edhe profesionale pastaj. Dhe në vendin tonë ne ngecim sa i përket aspektit psikologjik profesional të mbështetjes së këtyre grave, sepse gjithçka është e lënë në organizimin personal të gruas që është e prerë të familjes, që është e prekur nga kanceri i gjirit, dhe nuk kemi një rregullim institucional për këtë, domethënë që të jetë një psikolog i trajnuar, i specializuar pikërisht për gratë që kanë kancer gjiri, që të dinë si ta kenë qasjen, por ne kemi në përgjithësi psikolog të përgjithësuar, apo kryesisht e në më tepër psikologjia merret me fëmijat dhe shumë më pak me njerëzit që kanë kancer, dhe mendoj se në këtë drejtim shumë duhet punuar, veçanërisht në qendrat ku ka onkologji. Aty mendoj se është e domosdoshme minimum të jenë të punësuar edhe 2 psikolog të certifikuar për punë me pacient me kancerin e gjirit. Si e përballon familja diagnozën e kancerit të gjirit dhe sa e rëndësishme është mbështetja emocionale për pacientin? Familja është ajo shtylla prej ku fillon gjithçka. Prandaj edhe njerëzit të cilët një antare të familjes së tyre kanë të prekur nga kanceri i gjirit, e kanë atë luftën e përbashkët bashkë me antaren e tyre, sepse vërtet ciklet e kimioterapis, imunoterapisë, terapisë biologjike apo kudi të rrezeve i përballon vetë pacientja, trupi i saj, dhe këto nuk janë të lehta. Mirë po, këtu shumë e rëndësishme është mbështetja e familjes. Një grua e cila ka një familje që e mbështet atë në çdo aspekt, e ka më të lehtë. E ka më lehtë për ta përballuar në përgjithësi sëmundje, dhe kjo është shumë evidente. Mirë po, nga ana tjetër, jo gjithkush e ka fatin që ta ketë familjen pranë, për shembull, dikush ndoshta ka pamundësi familja që të kujdeset për personi, dhe kjo përsëri është gjë individuale. Ajo që këtu dua ta theksoj është se pacientët tanë me onkologun e kanë një lidhje më tepër kështu emocionale. Shpesh me shumicën e pacientëve tonë e kemi atë lidhje familjare, ta quaj, jemi bërë si një familje e madhe, sepse bëhet ai besimi mjek-pacient, dhe edhe në trajtimin profesional, edhe në trajtimin aq sa mundemi ne si mjek të përkrahemi në aspektin emocional, me qëllim që këtë periudhë në një farë mënyrë t'ua lehtësojmë edhe pacientëve edhe familjes së tyre. Cilat janë standardet për kancerin e gjirit sot dhe sa kohë zgjat ky si proces? Këtu me siguri e keni fjalën për trajtimin e kancerit, ashtu? Si procesi plot për shërim, le të themi. Ekzistojnë etapa të ndryshme të trajtimit të kancerit, varësisht nga stadi ku gjendet kanceri.
Në përgjithësi këtu do t'i përmendim, mundësia e parë është ai trajtimi neoadjuvant i sëmundjes, kjo është kombinimi. Fillimi shkohet me onkologji, pastaj vazhdohet me kirurgji, po përsëri me onkologji. Trajtimi i dytë është kirurgjia dhe pastaj shkon onkologjia. Dhe trajtimi i tretë që do të kisha dëshirë që ta kenë shumica e pacientëve është kur është në fazë shumë të hershme, operohet gruaja dhe vazhdon vetëm me një terapi hormonale dhe asgjë tjetër. Kjo ishte ajo idealja. Në vendin tonë të gjitha llojet e trajtimit janë prezente dhe mundohemi të ndjekim standardet sa i përket të barnave, të cilët në protokollet për trajtimin e kancerit në botë i propozojnë. Në vendin tonë shumica e atyre barrave janë, domethënë, dhe i ndjekim këto standarde. Tani asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe gjithmonë ka shumë punë për t'u bërë, për të arritur atë idealen. Mirë, mund të them deri diku mesatarisht i kemi standardet e plotësuara. Sa i kushtueshëm është trajtimi dhe a e përballojnë dot lehtësisht të kosto pacientët? Trajtimi i pacientëve me kancer është goxha i shtrenjtë, i kushtueshëm. E mira e vendit tonë dhe i sigurimit shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut është se pacientët që trajtohen me kancer, trajtimin e tyre e kanë në mbulesë të fondit, domethënë asgjë nuk e kanë të personale, vetë duhet ta paguajnë. Këtu përjashtohen mendoj pjesa e terapisë të vitamineve, domethënë ato që nuk bëjnë pjesë në standardin e trajtimit të pacientëve. Por pjesa më e madhe është e mbuluar nga fondi shëndetësor. Kështu që në këtë aspekt mendoj se është i rregulluar ai proces. A ndjekin pacientët në mënyrë konkrete dhe korrekte protokollet mjekësore, qoftë ajo pas operacionit apo edhe gjatë terapisë? Varet, sepse ka pacientë që janë të disiplinuar dhe ka pacientë që tash mos t'i quaj jo të disiplinuar, po thjesht që neglizhent, mund ta themi kështu. Gjithmonë pasi përfundon trajtimi onkologjik, ne u themi ato follow-up që janë, domethënë ndjekjet e pacientëve janë në një interval të caktuar kohor dhe ne gjithmonë u caktojmë kontrollat në data të caktuara kur ato duhet të vinë, që t'i bëjmë ato kontrollat e rregullta. Dhe ka pacientë që janë të përpikt dhe vinë, shumica janë të tillë, domethënë, por ka edhe pacientë të tillë të cilët ndoshta janë më të ngarkuar psikologjikisht, të thjesht duan ta kuptojnë si një pjesë të jetës së tyre që ka kaluar dhe më nuk duan t'i rikthehen dhe i neglizhojnë në një farë mënyrë kontrollat. Po shumica e pacientëve janë të disiplinuar sepse në një farë mënyrë frikë ka më tepër te pacientët me kancer dhe duan t'i bëjnë kontrollat e rregullta. Ka njëherë bëhet edhe panikë e panevojshme, si forma t'i bëj tumor markerët, që nuk ka nevojë gjithmonë të bëhen tumor markerët, për shembull, si shembull tash ta përmendi këtu, po domethënë janë do gjëra të cilat pastaj më e keq është edhe informohen në mënyrë nga interneti, të them, jo gjithçka është e filtruar aty. Dhe për shembull vinë me pyetje dhe me frika të cilat janë reale dhe mundohemi t'i sqarojmë këto gjëra. Sa i rëndësishëm është vetë kontrolli mujor i gjirit dhe cilat janë, le të themi, hapat e parë që mundet një grua të njohë tek vetja dhe të dyshojë që mund të ketë kancerin e gjirit? Vetë kontrolli i gjirit është një etapë shumë e rëndësishme për jetën e një gruaje. Pse themi kështu? Sepse kur një vajzë e re, të them një grua e re, kur mësohet ta bëjë vetë kontrollin e gjirit, në fakt atë ne edukojmë se sa i rëndësishëm është shëndeti i gjirit të saj. Jo se me vetë kontroll të gjirit një grua do ta gjejë sëmundje, sepse nëse e palpon, kjo do të thotë se veç është zhvilluar, domethënë ka simptoma. Ideja është që duke e palpuar gjirin, duke bërë vetë kontrollin nga dita e 3 deri në ditën e 5 të ciklit menstrual, një grua e re t'i vërej edhe ndryshime të cilat nuk janë vetëm kancer. Për shembull, te gratë e reja shpesh janë fibroadenomat e gjirit, që janë tumore të mira të gjirit, kushtimisht të them që janë si pasojë ndryshimeve hormonale. Domethënë, edhe ajo kur ta palpojë ndryshim do ta bëjë ehun dhe pastaj do vazhdoj me trajtimet e më të tjeshme. Ideja është se kur një grua e re mësohet të bëjë vetë kontrollin e gjirit, ajo patjetër në moshën 35 vjeçare do ketë dëshirë ta bëjë mamografinë e parë. Domethënë, e edukojmë gjinin femërore se duhet të kujdeset për shëndetin e gjirit të saj.
andej japim rëndësi vetë kontrollit të gjirit, domethënë si metodë diagnostike. Ju e thatë edhe pak përpara që mosha ideale për të bërë kontrollet e para është 35 vjeç. A ka raste kur për shembull një pacient mund të ketë ardhur me simptoma që mund të supozohet të jetë kancer i gjirit, pastaj është apo jo është diçka tjetër në një moshë më të hershme se ajo 35 vjeç? Pikërisht. Mosha 35 vjeç është ajo moshë që vlen për popullatën në përgjithësi, për të gjitha gratë, domethënë si standard merret 35 vjeç. Pse kështu? Sepse mosha e paraqitjes së kancerit ka rënë. Nëse para 10 viteve kjo paraqiteshte në moshën 50-60 vjet, tani kancerin e gjirit e kemi edhe në mes moshës 25-30, 30-40. Prandaj themi se moshë ideale për të bërë mamografia e parë referent është mosha 35 vjeçare. Mirama, gratë të cilët në familjen e tyre kanë antar ose kanë pasur antar e cila ka qenë e prekur nga kanceri i gjirit, mamografin mund ta bëjnë edhe shumë më herët. Ndoshta mund të bëhet edhe në moshën 30 vjeçare, domethënë nuk është ky rregull. Gjithashtu, te këto gratë edhe ehoja bëhet shumë më herët, domethënë standardet ndryshojnë. Gjithashtu një grua e cila për arsye të ndryshme i është nënshtruar trajtimit me hormone, domethënë qoftë bën in vitro, qoftë është të shëroj diçka tjetër në një periudhë më të gjatë kohore, për shembull 2 vjeçare, ka qenë në ndikimin e terapisë hormonale. Kjo grua patjetër edhe më herët ta bëj kontrollën, edhe ehon e gjirit edhe mamografin, domethënë edhe në moshën 30 vjeçare ndoshta do duhet ta bëj. Domethënë, nëse një grua gjithmonë është në konsultim me mjekun e saj, ajo nuk do të lënë asgjë pa e verifikuar para se të paraqiten simptomat. Domethënë jo gjithkush duhet të pret 35 vjeçarin. Secili, domethënë, andaj edhe trajtimi i pacientëve me kancer është i personalizuar. Domethënë, për secilin pacient, për secilin njeri faktikisht është trajtim individual, varësisht nga rrethanat në të cilat gjendet ai individ. Po, sepse shkaktarët mund të jenë nga më të ndryshme dhe jo gjithmonë mund të jetë i njëjti për tjetrin. Sa të suksesshme janë trajtimet moderne që aplikohen sot në vendin tonë dhe çfarë mund të bëhet më mirë nga sistemi shëndetësor në vendin tonë? Si që e ceka edhe më herët, trajtimet në vendin tonë janë trajtime standarde, protokolle standarde të trajtimit dhe në gjithë vendet e botës të njëjta janë protokollet, nuk ka protokolle të ndryshme në vendet të ndryshme të botës, është konsenzus në nivel botëror, domethënë, po edhe evropian normal. Prandaj ne i ndjekim këto rregulla. Çka mund të bëhet më mirë? Më mirë në këtë drejtim mund të bëhet decentralizimi. Domethënë, mos jetë gjithçka e koncentruar në klinikën për radioterapi dhe onkologji në Shkup. Për shembull, në klinikën e Tetovës funksionon reparti onkologjist me një buxhet shumë të kufizuar. Çka do të thotë kjo? Një numër shumë i caktuar i vogël të themi pacientëve mund të trajtohen te ne për shkak të sikleteve me buxhetin. Prandaj kjo mund të rregullohet, domethënë një pjesë më e madhe e buxhetit i lëshohet edhe pjesës së onkologjisë në Spitalin Klinik të Tetovës, për shembull, që një pjesë më e madhe e pacientëve të trajtohen edhe në këtë spital, sepse ka profesionist, ka hapësirë dhe ka njerëz që vërtet duan ta punojnë këtë punë. E njëjta gjë mund të bëhet edhe në përqendra tjera ku ka onkolog, që për momentin është Manastiri dhe Shtipi. Dhe në Shkup, në klinikën universitare në Shkup të bëhen ato trajtime të cilat janë për të cilat nuk ka mundësi të bëhen në qendra siç është Tetova për shembull. Dhe jo gjithçka të jetë në Shkup, sepse kështu ngarkohet edhe sistemi, ngarkohen edhe klinika, anaj tjetër edhe buxheti i familjeve të cilat patjetër për një terapi duhet të shkojnë deri në Shkup për shembull. Nga përvoja juaj, cili do ishte një mesazh i fortë shprese për një grua që gjendet në një situatë të tillë me këtë sëmundje? Mesazhi, një grua që është e prekur nga kanceri i gjirit, gjithmonë nuk duhet të haroj atë se gruaja është një qenie shumë e fuqishme kështu nga natyra, dhe kanceri nuk duhet të jetë arsye që një grua ta humbë shpresën për jetë, sepse kur një grua don, ajo mund të luftojë gjithçka. Po edhe kancerin e gjirit, ta kuptoj atë si një sfidë të jetës së saj, si një hallk të jetës së saj, e cila patjetër duhet të luftohet, dhe në fund gjithmonë veten ta shohin si fitimtare. Sepse në këtë betejë nuk janë të vetme. Gjithmonë neve mjekëve, onkologëve na kanë për krah tyre dhe bashkë do ja dalim. Doktore, shumë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet që na dhat. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën dhe mundësinë. Tetori roz është një kujtesë për të gjitha gratë dhe për të gjithë shoqërinë se kontrolli i hershëm shpëton jetë.
Kujdesi për veten nuk është luks, por është përgjegjësi ndaj jetës. Faleminderit që ishit sonte me ne. Kujdesuni për shëndetin, për trupin dhe për shpirtin tuaj. Natën e mirë.